Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ndahet nga jeta në moshën 43 vjeçare këngëtari i njohur. Këngëtari i njohur me famë ndërkombëtare Uisang, 43 vjeçar, u gjeti vdekur në shtëpinë e tij ditën e hënë në Seul. Ai dyshohet se pësoi arrest kardiak, këtë gjë kanë thënë autoritetet duke shtuar se kishte kaluar një kohë të konsiderueshme përpara se të zbulojë trupi i tij. Ata vu në dukje se nuk kishte shenja të dhunës apo ndonjë shenjë tjetër agresive. Uisang, emri i vërtetit të cilit është Choi Uisang, debutoi në vitin 2002 dhe shpejt bëri emër me vokalin e tij plot shpirt. Ai ishte masivisht i popularizuar në vitet 2000 dhe është vlerësuar shumë për stilin R&B në Korenë e Jugut.